Ndikimi i aktorëve të jashtëm në proceset zgjedhore në Kosovë vazhdon të jetë shqetësim i madh, veçanërisht përmes propagandës dhe dezinformimit. Është Serbia ajo që përmes listës serbe synon që të ruajë ndikimin e saj në Kosovë. Kështu tha profesori universitar Festim Rizanaj në një intervistë për The Geopost. Sipas tij, Serbia përmes dezinformatave dhe propagandës para dhe pas zgjedhjeve të 9 shkurtit në Kosovë u përpoq të ndikojë në formësimin e perceptimeve politike edhe të minoj proceset demokratike në Kosovë. Një element kyç i vërejtur gjatë zgjedhjeve ishin sondazhet e remet publikuara në rrjetet sociale. Kjo pasi në Kosovë është bërë praktik që gjatë zgjedhjeve të publikohen sondazhe nga kompani dhe agjenci që masin opinionin publik. Serbia ka bërë disa përpjekje për të ndikuar në opinion Kosovë, veçanërisht përmes përfaqësuesve të qeverisë institucionale dhe përmes mediave. Për shembull, mbështetja financiare për komunitetin serb. Gjithashtu thirrja për të votuar listën serbe me pretendimin se vetëm lista serbe është përfaqësuesja kryesore e serbëve të Kosovës. Në të njëjtën kohë me votën për listën serbe, synohet që Serbia të mbetet në Kosovë. Në këtë kontekst ka patur dhe një portret denigrues të kandidatit apo partisë tjetër që ka mbajtur postin e ministrit Nenad Rashić, pra një propagandë denigruese ndaj tij, sepse ai është njeriu i kurtit dhe nuk përfaqëson serbët e Kosovës sipas Beogradit, deklaroi Rizanaj.